Ramazani është muaj më i shenjtë për besimtarët musliman, një periudhë e mbushur me adhurim, sakrificë dhe afrimitet shpirtëror. Ky muaj nuk është vetëm agjërim nga ushqimi dhe pija, por edhe një kohë për të forcuar lidhjen me Zotin, për të treguar më shumë dëmshmëri ndaj të tjerëve dhe për të reflektuar mbi vlerat e jetës. Agjërimi gjatë Ramazanit simbolizon durimin, përkushtimin dhe përpjekjen për të pastruar shpirtin nga tmetat dhe për të fituar më shumë devotshmëri. Një nga momentet më të bukura të Ramazanit është iftari, çasti kur muslimanët ndërpresin agjërimin e tyre pas perëndimit të diellit. Iftari nuk është vetëm një akt ushqyerjeje, por një moment bashkimi, mirënjohjeje dhe dashurie për njëri tjetrin. Në këtë frymë solidariteti, me datën 13 mars 2025, në ambientet e medresesë në Milesh, u organizua një iftar për fëmijët e xhamatit të Mileshit dhe Rogathit pa dallim feje. Në këtë organizim morën pjesë fëmijë që ndjekin mejtepin në xhaminë e Mileshit deri në klasën e 9. Në lidhje me këtë organizim, imami Gjevahir Arifaj shprehu falënderime për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij iftari tradicional, duke vënë tekstin të rëndësia bashkëpunimit dhe edukimit fetar e kulturor të fëmijëve. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Zotit, mëshiruesit, gjithëmëshirshmit, vetëm Zotin adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit sofshin mbi të gjithë ata të cilët na përcjellin. Pra, siç e dini edhe ju, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Sonte është një natë e veçantë, e kem një iftar për mëdvezlit e këtij xhamatit ose këtij katunit ose 3 fshatrave se i përkasin kësaj xhami. Ka shumë vite me radhë se e kemi një iftar të caktuar enkas për ta. Për neve si prins fetar, si imam, është iftari më i veçantë i muajit, se bashkohemi me të vezlit të cilët i shohim gëzimin e tyre në fytyrat e tyre. Për çdo vit ka donatorë të ndryshëm të cilat na ndihmojnë dhe paraqiten për aktivitetet tona të cilat i bëjmë brenda krejt vitit. Tash disa vitet e fundit për këtë iftar e kemi një prej fshatit Milesh, në Mërgat, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Elçku Islami Gilaj, i cili tash disa vite ka porositur hoxh, kam dëshirë se këtë iftar të cilin e organizon me të vezlit se të jetë mbi shpenzimet e mia, që në vazhdim të këtyre iftareve, se janë për me të vezlit, do t'i marraj përsipër dhe do të vazhdoj derisa ai ka mundësi. Ne kemi edhe aktivitetet tjera të cilat pikërisht i bëjmë gjatë tërë vitit me këta të cilët vinë në mësim besim në xhami. Kem donatorë të ndryshëm për të gjitha aktivitetet, ka prej tyre se janë anonim, ka prej tyre të cilët dëshirojnë edhe të jenë edhe si shembull për të tjerët. Kemi kompaninë Dauti Komerc për shumë aktivitete brenda vitit se ai na ndihmon. Kemi Edin Mushovis, kemi Jakupin Xhikut Nikaj, por edhe të tjerë të cilët na sjellin edhe ndihma, edhe para për të gjitha aktivitetet të cilat i kemi ne brenda vitit me këta me të vezlit, që shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë. Kjo atmosferë që do të bëhet pas pak, është një atmosferë pa përshkruar me të vezlit, dhe unë e kam pasë në fillim kur jam ardhur këtu si imam, e kam pa të arsyeshime kur jeni në gjendje t'i bëjmë iftarët për të rriturit, pse të mos t'i bëjmë edhe për ata me të vezlit, edhe pse ata nuk e kanë obligim të agjërojnë, ka prej tyre shumë edhe që agjërojnë, vullnetarisht, jo me presion, dhe pse edhe ata jo mos t'i gëzojmë, dhe ajo traditë do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, e shoh se është shumë e bujshme, është shumë interesante, por njëherë të unë si prins e ndjej vetin shumë të gëzuar dhe shumë të veçantë në këtë iftar me të vezlit.
Shfrytëzoj rastin se Echkun Gilaj me familje t'i falenderoj përzemërsisht për kontributin se bëjnë ata, por njëjtën kohë edhe donatorët tjerë të cilët janë krahas neve në të gjitha aktivitetet të cilët i kemi brenda vitit, në veçanti do t'i falenderoj edhe mërgatën tonë se për çdo aktivitet jo vetëm këtu në xhamin tonë dhe në xhamatin tonë, por edhe në Kret Malsi kontribojnë dhe na ndihmojnë. Zoti u shpërbleft me të mira edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, me shpresë se çdo herë ata janë të gatshëm dhe do të jenë të gatshëm se të na ndihmojnë edhe në të ardhmen, dhe kam shpresë nga i Malli Zot se Zoti të gjitha ato që i shpenzojnë për të mirën e këtij vendit do t'ia kompenzojë me shumë fish dhe do t'i shpërblej ata, familjarët e tyre, dhe do t'i shtojë bereqetin në pasurinë e tyre. Mund të zbulojmë edhe numrin e fëmijëve që pritet i bashkangjitin këtij iftari dhe po ashtu duhet të dija pak më shumë për pjesën e ndarjes së dhuratave. Afërsisht si çdo vit edhe si vjet pres se do të jenë një numër për 100 deri 120 fëmijë. Këtu përveç ata të cilët i takojnë këtij xhamatit ose këtij 3 fshatrave të cilët i përkasin kësaj xhamie, pa dallim fejet. Pra janë të ftuar për çdo vjet edhe vinë na nderojnë edhe ata të cilët i takojnë fesë katolike. I kemi të ftuar edhe ata të cilët vijojnë mësim besimin në këtë xhami, se vinë prej vendeve tjera, kanë dëshirë këtu të vijojnë mësim besimin, kështu se afërsisht i presim prej 100 deri 120 fëmijë. Ne i kemi mësua pak edhe me dhurata, çdo vjet simbolikisht u japim nga një dhuratë, jo që është diçka dhuratë e madhe, e kushtueshme, por një dhuratë e cila i gëzon fëmijët sadopak dhe shpresoj se ajo do të jetë edhe stimuluese se edhe në të ardhmen ata t'i përzihen këtyre ftesave dhe njëkohësisht të vinë edhe në edukimin e mësim besimit, sepse neve potencojmë dhe mundohemi se këto gjeneratat e reja t'i afrohem pranë vetit, se t'i edukojmë, se t'na bëhen në të ardhmen një shoqëri e shëndosh dhe një shoqëri se do t'jetë e dobishme edhe për vetveten e tyre, për familjarët e tyre, por edhe për shoqërinë edhe rrethin ku do t'jetojnë edhe ku do të veprojnë. Pra qëllimi kryesor është që t'i afrojmë së bashku të gjithë dhe t'i edukojmë, t'i këshillojmë dhe të mundohemi se t'i mësojmë se çka është e mira dhe çka është e keqja, t'i stimulojmë dhe t'i shtyjmë për të mirën dhe të mundohemi se t'i largojmë nga ajo që është me e keqja, që është në dom edhe të vetë personit, të familjes së tij, por edhe mbar shoqërisë. Mundi me qini iftar kush ka asnjë. Filloja, liri, bismillah.
do një me fishë. Pas përfundimit të iftarit, të gjithë fëmijët pjesëmarrës morën dhurata si shenjë kujdesi dhe mirënjohjeje. Një moment i veçantë ishte ndarja e mirënjohjeve për nxënësit që kishin arritur suksese në mësimin e shkrimit dhe leximit në gjuhën arabe. Ndër mirënjohjet e ndara u veçuan ato për Ecevit Eçkogilaj dhe për televizionin Bojnë për mbështetjen dhe kontributin e tyre të çmuar. Selamu alejkum. O pas ba mirë iftari të zidhve, mirë se kini ardhë këtë darkë mallore për juve,
edhe për neve me zith juve, është kanë kënaqësi me kanë me juve son të këtu, të zisë së bashku në këtë iftar. Sigurisht se jeni të kënaqur, keni pas mjaft edhe me hangër edhe me pi. Shpresoj se do t'jeni të kënaqur edhe me dhuratat të cilat i keni marrë. Këtë iftar e ka dhurua si viteve të kaluame Eçku i Islamit Gilaj, dhe është ai edhe neve të gjithë të kënaqur me këtë veprim të tina, që ka pas mundësin se të qoj për këtë iftar dhe të gëzohemi të gjithë me iftarin me buallak të cilën e kini pas para vetit. Ne do të vazhdojmë edhe me disa dhuratat e veçanta për nxënësit më të mirë, të cilët kanë mësua gjatë mësim besimit ose me i tepit harfet apo shkronjat arabe, të cilët kanë përfundua të gjitha shkrim leximin e shkronjave arabe dhe mund të startojnë në leximin e Kur'anit. Pra, ne do t'i shpërndajmë edhe dhuratat për to dhe do t'i falenderojmë për kontributin, mundin që ka kanë ba dhe shpresoj të jenë model edhe për të tjerë. Kështu që çdo njani që mëson edhe dallohet me mësim, gjithherë do të kenë edhe dhurata të veçanta. Pra, unë s'pari do të filloj, nëse është këtu Rejhani Lylana. Ja kem Rejhanin këtu. Behar Zokaj, e kem këtu. Tash do të fillojmë me Isra Zokaj. Nxënësja tjetër e radhës Ajda Zokaj. Mirënjohja tjetër shkon për Yusra Rifaj. Mirënjohja tjetër për Zerina Lylanaj. Radhën e ka Leila Zokaj. Dhe kemë në fund Saima Zokaj. I kem edhe 2 dhurata për kontribut. E para, Eçkut Gilaj, se do të marrë këshilltari i Gilajve
Edhe e fundit është televizionit Boin për kontributin se jep Pra, e kjo ishte e gjitha për sonte, inshallah, gjithmonë për të mira e një iftare e gëzime takohemi. Selam aleikum deri në radhën e tjetër.